Përshëndetje, jam këtu me zotin Drini Zusi. Është hera juaj e parë që vini në Panajirën e Bujqësisë apo Jo, është viti i katërt radhazi që vim në Panajirë dhe arsyeja që vim edhe për vitin e katërt është sepse absolutisht që shohim shumë aspekte pozitive ndaj të qenit tu, jo vetëm në ekspozimin e produkteve, jo vetëm në njohjen e klientëve të rinj, po edhe për riafirmimin e të qenit si kompani në sektorin e bujqësisë, po edhe për riafirmimin e lidhjeve, përforcimin e lidhjeve me klientët ekzistues, pasi është shumë e rëndësishme të mbash ekzistuesi se sa të krijosh të rinj. Cilat janë produktet tuaja kryesore? Unë po shoh shumë këtu, po mi specifikosh pak. Ne kemi dy linja kryesore për sektorin e bujqësisë. Grupi jon prodhon produkte për disa industri, gjithmonë natyrale dhe organike, por në sektorin e bujqësisë ne kemi dy linja produktesh, që është produkti Azofert, i cili është plerusi bazë i parë i certifikuar organik që prodhohet në Shqipëri, dhe biostimulanti, linja Nutriviv, që po prapë është biostimulanti i parë i certifikuar organik në Shqipëri, që prodhohet në Shqipëri. Janë dy produkte që tashmë janë minimumi Nutrivivi prej 1 viti, Azoferti prej 3 vitesh, dhe kanë një rezultat shumë të mirë, me të thënë drejtën. Çdo kush e lavdron produktin e vet, por ne jemi shumë të kënaqur me mënyrën se si kemi ecur. Dhe jemi më shumë të kënaqur me filozofinë që po përpiqemi të përçojmë nëpërmjet produkteve tona për të shtyrë fermerët kundrejt produkteve inovatore, organike, që edhe ata vet i bëjnë të hynë drejt tregjeve me cilësi më të lartë, që pastaj patjetër përkthehen edhe në fitime më të larta për ata vet. Sa e vështirë është për fermerët shqiptar, duke marrë parasysh edhe tregun në cilin jemi, që të inovojnë bashkë me këto produkte inovative, që t'i përshafojnë këto produkte inovative që ju nxjerrin në treg? Shumë e vështirë, sepse të bërit inovacion kushton. Po që se inovacioni do ishte më pak i kushtueshëm se sa ajo ç'a bën normalisht, atëherë do ishin gjithë inovatorë. Por e vërteta është që të bërit inovacion ka një kosto fillestare, e cila patjetër është investim kundrejt fitimeve të më vonshme. Duke e ditur këtë fakt, neve pikërisht jemi përpjekur që ta heqim këtë elementin e kostos shtesë për të bërë inovacion, dhe faktikisht produktet tona kanë avantazhin që prodhohen në Shqipëri. Pra ne nuk kemi kosto artificiale shtesë, qoftë të transportit, qoftë edhe kosto tregtare, dhe kostoja e fermerit shqiptar sot për të bërë inovacion me produkte të reja që i rrisin rendimentin, por edhe i bëjnë të kenë cilësi më të lartë, realisht është më e ulët se sa po të vazhdojnë të përdorin produktet kimike, produktet ekzistuese në treg. Se mendoni që panajirët e këtij lloji janë shumë të rëndësishme për të marrë pjesë? Mendoj që panajirët e këtij lloji janë shumë të rëndësishme për të marrë pjesë qoftë për ne si ekspozues, por qoftë edhe për fermerët, të cilët do i bëja patjetër thirrje që të jenë sa më shumë pjesë e këtyre panajireve, sepse e vërteta në Shqipëri është informacioni mungon dhe përçohet kryesisht nëpërmjet mediave sociale, që patjetër është forma kryesore sot e të konsumuarit informacion, po ndoshta jo e duhura gjithmonë, sidomos kur bëhet fjalë për informacion shkencor. Nëpërmjet këtyre panajireve kanë mundësi që atë informacion që e marrin të fragmentuar nëpër disa faqe, nëpër disa portale, ta marrin brenda pak orëve, ta marrin ashtu siç e duan ata. Jo siç e kanë paketuar ndoshta kompanitë për t'ia u serviruar, por ashtu siç e duan ata nëpërmjet bisedave reale, face to face, dhe marrin fiks atë se çfarë ju duhet, dhe mund të arrin të marrin edhe ato informacione të cilat nuk i kap algoritmi, po themi, në media sociale. Vërtet se algoritmi është çdo gjë sot. Faleminderit shumë dhe shumë sukses. Faleminderit juve.